Biznesmeni Bexhet Pacolli u mor në pyetje për rreth 4 orë nga prokuroria e kryeqytetit. Organi i akuzës e thirrri atë si person që ka dijeni për aeroportin e Vlorës. Për këtë çështje në prokurori janë depozituar 2 kallëzime, një nga biznesmeni Valon Ademi dhe më pas një tjetër nga vëllai i Pacollit kundër ortakut të tij në ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Unë isha këtu për dhënë dëshmi për përgjigjen penale që ne kemi parashtruar dhe si person i informuar ndoket se është e drejtë që të shkoj dhe të tregoj kronologjinë e çështjeve. Vllai im ka bën ndaj personave ju e dini ndaj kujt dhe unë isha praktikisht si person i informuar për të plotësuar ose për të dhënë informata. A i tha se ka besim se drejtësia do të funksionojë. Përmendet dikush nga qeveria, s'ka qeveria këtu asgjë, ne jemi duke punuar. Jo, qeveria ka një aset kombëtar dhe strategjik. Po ajo është duke u përkry, Biznesmeni dhe ish presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli ka patur përplasje me ortakët e tij që po ndërtojnë aeroportin. Aktualisht prokurori Ndini Tavani po heton kallëzime të bëra nga biznesmeni Pacolli dhe biznesmeni Valon Ademi në lidhje me kuotat takuese në aeroportin e Vlorës. Burimet të sigurta pranë prokurorisë konfirmojnë se organi i akuzës së kryeqytetit ka regjistruar procedim penal për mashtrim, bazuar në kallëzimin e të 2 palëve, por ende nuk ka emër të regjistruar si person nën hetim.